Për ty, nëse ke guxim të dëgjosh, fuqi të ndryshosh, atëherë po, emisioni Fije Jete është për ty. Nëse pret përgjigje të sakta, ndoshta je në vendin e gabuar. Por nëse ke pyetje të ndershme dhe sfiduese, je në vendin e duhur. Çdo të hënë në orën 21 në Paper FM 91.1, emisioni Fije Jete për ty. Mirëmbrëma nga valët e radios Paper FM. Ky është emisioni Fije Jete. Unë jam Anila Sulstarova. Dhe sot do të flasim për dy koncepte që janë shumë të rëndësishme. Turist apo udhëtar? Në jetë, je turist apo je udhëtar? Ti je nga ata njerëz që e di se ku po shkon apo e gjen duke ecur? Ky emision është për ty që je duke ngarë makinën dhe pak i përhumbur në mendimet e tua. Është për ty që je në një batanie të ngrohtë dhe të është bërë zakon që të dëgjon emisionin Fije Jete çdo të hënë, pavarësisht se ku ndodhesh. Është për ty që je afër stufës së druve, duke u ngrohur dhe duke dëgjuar këtë emision. Është për ty që je strukur bashkë me atë vogëlushë me flokët ginger dhe jeni duke buzëqeshur në këtë momente. Është dhe për ty që nuk më njeh dhe nuk të njoh. Sot do të flasim për njerëzit që flasin për udhëtime sikur kanë zbuluar diçka personale. E ke vëre se sa shpejt na ndryshon toni i zërit kur dikush na pyet ku do shkosh këtë vit. Duket sikur kjo pyetje të jetë një provim për të matur sa vlera kemi, sa njohuri kemi, dhe di ndonjëherë dhe çfarë statusi ke. Pak njerëz udhtojnë, shumica janë turistë. Shumë thjesht zhvendosen me valixhe, duke pritur gjatë, me ankth të heshtur, me itinerare të ngjeshura, dhe me përpjekje gati të dëshpëruara që jeta të duket më interesante se sa është realisht. Po, kam njohur dhe njerëz që planifikojnë pushimet me më shumë seriozitet se sa planifikojnë jetët e tyre, të përditshmet e tyre. Ndonjëherë ndodh që të shohim me më shumë kuriozitet ngjyrat e dhomës së hotelit, por jo aq të veteson. Ka disa nga ju që nuk e durojnë dot idenë e një dite pa program. Por ndodh që durojnë pa problem një jetë pa kuptim. Ka njerëz që stresohen më shumë nga humbja e një fluturimi sesa nga humbja e një marrëdhënie. Sigurisht, s'ka asgjë romantike këtu. Ka vetëm njerëz të lodhur që nuk dinë si të kujdesen për veten, por dinë vetëm si të ikin nga rrëmuja e jetës. Ti e di që ka shumë njerëz që thonë, kam parë botë me sy. Ndonjëherë janë po ata njerëz që kalojnë gjithë pushimet duke bërë të njëjtat gjëra që bëjnë në shtëpi, vetëm se paguajnë një çmim më të lartë dhe një linjë interneti më të dobët. Dhe pastaj habiten me veten e tyre, pse nuk ndihen ndryshe, ose pse u lodhën duke parë botë me sy. Ndaj sot do të flasim për udhëtimet, jo siç flitet për reklama apo agjenci turistike, jo për lista resortesh, por një përpjekje për të treguar mënyrën se si jeton. Dhe po e nis me ty, duke të bërë disa pyetje. Pse udhton? Çfarë tamam përpiqesh të gjesh në vendet ku shkon? Çfarë ke frikë ose çfarë ke dëshirë të gjesh në vendet ku shkon? A ke pyetur ndonjëherë veten nëse ka vende të cilat i shmang? Ke ndonjë ide pse?
Po pse disa vende idealizohen? Për shembull, ka një status tjetër, do shkoj në Paris, do shkoj në Londër. Përballë disa vendeve që ata që janë dobët në gjeografi as nuk e dinë. Kam edhe një pyetje të fundit për ty. Udhton vërtet për të parë apo për të dukur se ke parë botë me sy? Natyrisht në këtë emision nuk do vendos asnjë diagnozë turistike. Ky është një mision për të gjetur ndonjë kuptim për udhëtimet që bëjmë. Nëse udhëtimi përdoret për të rregulluar veten, për të shpëtuar prej vetes, ose për të shpëtuar veten, për të fshehur veten ose për të mashtruar veten. Do të flasim për njerëzit që kontrollojnë çdo detaj sepse nuk durojnë dot asnjë të papritur. Sepse nuk e durojnë dot faktin që mund të prishet vizioni që kanë ngritur për ato pushime. Lista e gjërave që duhet shohin, vendet ku duhet bëjnë foto dhe si duhet t'i postojnë ato. Do të flasim për ata që duan të humbasin nga rutina e tyre, por jo aq sa të mos gjejnë rrugën e kthimit. Për ata që bëjnë sikur i dashurojnë vendet, kur në fakt kanë frikë të rinë vetëm me veten e tyre. Ndoshta do flasim dhe për ata që rrinë me turmat sepse janë të tmerruar nga ideja që kanë fuqi të zgjedhin diçka vetë. Ose ndjen të paaftë të zgjedhin vetë se ku do shkojnë dhe çfarë duan të shohin. Nuk mbaj mend ku kam lexuar një thënie që thotë: mënyra se si ti udhton është mënyra se si ti jeton. Edhe kur pretendon të kundërtën në fakt. Dhe në këtë takim tonin, nëse ja dalim, nëse jo, e rëndësishme është të kemi bërë disa pyetje që ndoshta ti i përdor më vonë, është pikërisht për të kuptuar. Ti je udhëtar apo turist? Ka disa njerëz që thonë se udhtojnë për të parë botën. Dhe kjo gati tingëllon fisnike. Por e vërteta është që kjo është vetëm shtresa e parë e një historie shumë më të komplikuar. Sepse shumë shpesh udhëtimi nuk ka të bëjë fare me botën jashtë, ka të bëjë me një botë të brendshme që është kaq e ngarkuar, e rrëmujshme, e lodhur, sa duket sikur të duhen kilometra për të qetësuar. Dhe natyrisht ky nuk është turp, as dobësi, as luks psikologjik. Është një mekanizëm mbijetese. Sepse truri kërkon peizazhe të tjera kur lodhja e brendshme me peizazh të rrëmujshëm nuk përballohet dot më. Njeriu ikën jo sepse e pret një vend i mrekullueshëm, por sepse ka nevojë të shohë gjëra të reja që ta zhvendos vëmendjen nga ai personali, ta zhvendos gjetk. Ne që kemi studiuar psikologji e quajmë shmangje. Shmangje nga mendimet që nuk i përballon dot. Shmangje nga bisedat që nuk i hap dot. Shmangje nga njerëzit që të rëndojnë. Shmangje nga ajo pjesë e brendshme që kërkon vëmendje, por që ti ke mësuar ta injorosh. Gabor Mate thot, njeriu udhton jo për kënaqësi, po për të lehtësim. Dhe po, ndonjëherë nuk udhtojmë për të çlodhur, por për të ulur volumin e zërave të vetes son. Ndonjëherë pushimet duken më të pranueshme se sa terapia dhe ndoshta edhe më pak të kushtueshme. Kanë më pak rrezik emocional, sepse nuk kërkon që të shohësh plagët në mënyrë të drejtë për drejtë, madje zhvendos vëmendjen, siç bëhet me një fëmijë. Kur thjesht i zhvendosin vëmendjen kur mami ikën dhe ai qan. Këtë bëjmë dhe ne me udhëtimet. Ndihesh më normal kur thua se po shkon në një vend tjetër sesa kur pranon se duhet të ndalosh. Duhet të ndalosh për të kuptuar çfarë po ndodh. Çfarë duhet të shërosh, çfarë duhet të durosh. Sigurisht, unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë pyetjen: kur do ndalosh këtë vit? Kur do pushosh për të qëndruar me veten këtë vit? Pyetja është: ku do pushosh, ku do shkosh këtë vit? Ku do I bësh pushimet këtë vit? Pyetja është për zhvendosjen, jo për gjendjen. A thua se ka vende magjike që të shërojnë veten apo të ndihmojnë të shpëtosh nga vetja?
Ajo është me ty kudo. Ka dhe një arsye tjetër, në udhëtime shpesh kemi luksin, për ata që e kanë luksin, të jenë një version tjetër i vetes. Një version që në vendin ku jetojmë mund të duket i egzageruar. Pra, në vendet që udhtojmë mund të jemi pak më të hareshëm, më bujar në shpenzime, ose kundërta. Pikërisht kur udhton, të reaktivizohet ankthi i varfërisë dhe shkon zakonisht të parashikosh skenaret më të këqij, më të pazakont, po sikur të humbas, po sikur të më ndodh diçka me shëndetin, po sikur të më rëmbejnë. Në një vend të huaj, askush nuk e di kush je ti. Askush nuk pret asgjë prej teje. Askush nuk të njeh. E vërteta është që kjo është liria rrallë. Është një lloj ndarje përkohshme nga lodhja e roleve që mban çdo ditë. Një psikoterapist do i quante këtë provë identitare. Njeriu kërkon skena të reja për të testuar veten. Shkon në një vend tjetër për të parë nëse mund të jetë më i qetë, më i guximshëm, më i gjallë, më aktiv. Ndaj, udhëtimet i përdorim ndonjëherë si një laborator më i butë për të zbuluar kufinj të rinj të identitetit. Nëse ka, sigurisht edhe mund të shgënjesh, jo që nuk ka, por e ndjen veten më të zvogëluar, më të stresuar. Ka dhe një arsye tjetër pse njerëzit udhtojnë. Kjo lidhet me kujtesën hapësinore. Jo vetëm mendja, po dhe trupi ka nevojë të zhvendoset në hapësira të reja. Shpeshherë ne lidhemi me vendet jo për shkak të ndërtesave apo arkitekturës së vendit, po për shkak të ndjesive që ai vend na jep. Për shembull, kur ke qenë fëmijë, një dhomë, një krevat, një cep i shtëpisë ka qenë vendi yt i sigurisë. Një verandë mund të ketë qenë vendi yt i qetësisë. Një rrugë ka qenë vendi i dashurisë. Një rrugë me pemë mund të ketë qenë vendi ku je ndjer i lirë. Dhe tani, si i rritur, nuk shkojmë në det për deti në vetvete. Ndoshta shkojmë për atë ndjesinë e hershme të fëmirisë. Atëherë kur kemi qenë shumë genuin, shumë naiv. Dhe sa herë që ishim përballë detit, kishim dëshirën, kuriozitetin, dashurinë për të provuar gjëra të reja. Se deti mund të lidhet me ndjesinë e pranimit, qetësisë, lirisë që ke pasur dikur. Dikush mund preferoj malet jo për malin në vetvete, po për atë heshtje që nuk e gjen dot tek njerëzit, për sfidat e bukura që jep mendjes e trupit, për të tejkaluar veten në vështirësitë që ke kur bën hiking në gjitjen e malit. Disa mund preferojnë qytetet e mëdha jo sepse pëlqejnë rrugët e gjata, po sepse në ato qytete ke luksin të humbasësh, në ato turma njerëzish, të humbasësh pa u ndjer i humbur. Nuk po flas për gjeografi, është neurologji. Truri i njeh vendet si vendet e sigurta ose vendet e rrezikshme ose të rrezikut, dhe udhëtimi nuk është gjë tjetër veç se një rikthim tek një ndjesi e vjetër që ndoshta nuk e gjen dot në të përditshmen tënde. Ose mund të jetë më e thjeshtë se sa kaq. Një nevojë për gjeografi të reja me shpresën që do të gjesh atë që ke nevojë prej vetes. Ka edhe një ndjesi tjetër, të habitshme jo në kuptimin negativ. Kur udhton, humbet nocionin e kohës. Zgjohesh, ecën, shikon, zbulon. Nuk të intereson ora. Dhe nuk ndihesh fajtor që nuk po bën asgjë. Sepse për fat, kur udhtojmë nuk e masim ditën me produktivitet. Thjesht jetojmë atë moment, jemi aty. Dhe kjo gjendje kështu që rrjedh, gjendja kur koha nuk ekziston, sepse nuk ekziston më ajo njësia matëse ku na krahason me të tjerët ose kemi nevojë për kontroll. Kemi nevojë për situata të reja ku ankthi së panjohurës
është më i përballueshëm se sa ai që shfaqet, siguria që shfaqet në shtëpi, në rrugë, në qytetin tënd. Një pushim i vërtet jo nga puna, por nga pritshmëritë që të kanë varur në qafë ose që ja ke varur vetes xhanëm. Por për fat keq ka edhe udhëtime të tjera, ato që të lodhin më fort se sa të qetësojnë. Kjo varet nga natyra jote ose situata në cilën ti ndodhesh në jetë. Sepse mund të udhëtohesh për t'u arratisur nga një marrëdhënie, por pyetjet të përndjekin kudo. Në këto udhëtime nuk arrin dot të bëhesh më mirë, edhe kur gjithçka rreth teje është shumë e bukur. Në këto udhëtime, mendimet fluturojnë më shpejt se avionët dhe nuk të lën rehat as në hotel, as në rrugë, as në plazh, as në muze, as në teatr, as në kinema. Në këto raste truri që është i shpejt, është ai lloj mendimi për i cilit ti përpiqesh të ikësh. Në fakt ky mendim pulson. Vetja kërkon të mbrohet, trupi alarmohet. Mendimet vazhdojnë dhe rrotullohen në kokën tënde në të njëjtën pikë. Dhe ti nuk ke asnjë hapësirë për të qetësuar. Pastaj ndoshta ti e ka veten duke pyetur, nuk është problemi i vendit ku jetoj, por i vetes sime që është gjithmonë njësoj, gjithkund njësoj. Ose ndoshta është çështje e natyrës së problemit që nuk zgjidhet duke ikur, por duke u përballur. Kjo është pyetja që bën diferencën midis udhëtarit dhe turistit. Udhëtari e merr veten me vete, është i qartë pse po udhëton. Ka kuriozitet për të parë jo vetëm diçka të re, por për të gjetur edhe një perspektivë të re për veten dhe problemet e tij. Turisti kërkon të lër veten pas, mundësisht të gjejë ose të blejë një vete të re. Dhe pikërisht këtu nis dështimi. Udhëtimi nuk të shpëton nga e vërteta, as nga vetja, as nga mendimet. Në rastin më të mirë që nuk është pak, të jep një peizazh ku vetja problemet duken pak më të lehta, të paktën për disa ditë. Le të themi që është një shtyrje përkohshme, jo zgjidhje. Njerëzit udhtojnë dhe mirë e bëjnë, sepse njeriu ka nevojë të marrë frymë, ka nevojë të rimarrë veten. Ka nevojë të provojë veten në një skenë tjetër, ka nevojë të shuajë zhurmat e brendshme për një moment. Edhe kur të gjithë e dimë që kjo nuk do të zgjasë. Ka nevojë të largohet pak nga vetja edhe kur e di që kjo vete do të jetë po aty kur të kthehet. Sigurisht që udhëtimet nuk na shpëtojnë nga të vërtetat tona. Është thjesht një mënyrë për të shtyrë pak zgjidhjet e tyre. Dhe është dhe një mënyrë për të thënë vetes që gjithçka është në rregull, edhe kur nuk është. Në çdo vend ku shkojmë, në çdo udhëtim që bëjmë, ne zgjedhim me vetdi ose jo, të jemi turist apo udhëtar. Dhe me këtë kam parasysh dy mënyra të menduarit, mënyra të ndryshme të perceptimit, mënyra të ndryshme të shijimit, të mbijetuarit. Po, të dyja këto janë brenda nesh, por njëra dominon. Dhe ajo që dominon tregon më shumë për njeriu se sa destinacioni ku shkon. Në çdo udhtim kudo që shkojmë, në çdo qytet ku zbresim, në çdo dhom hoteli ku hyjmë, duhet të ketë një pyetje. Çfarë kërkon ti në këtë udhtim? Sepse udhtimi nuk të ndryshon. Dhe në këtë moment aktivizohen dy figurat, turisti dhe udhtari. Nuk janë dy kategori njerëzish as dy stile pushimesh, janë dy mënyra të menduarit, dy mënyra të përballjes me pasigurinë, dy mënyra të përjetimit të jetës. Ka njerëz që shkojnë në një vend të panjohur dhe ndihen të gjallë. Ka të tjerë që shkojnë në një vend të panjohur dhe ndihen të rrezikuar. Të parët quhen udhëtar, të dytët turist. Edhe pse po të shohësh fotot që postojnë, duket gati njësoj. Turisti është njeriu që pret, që ka nevojë të kontrollojë, që ka nevojë të ketë një imazh caktuar.
Turisti është ai që i friksohet pa njohur sepse ka një sistem nervor që ka parë mjaftueshëm të papritura në jetë dhe nuk ka ndërmend të provojë aventura të reja. Turistët duan të kenë skenaret e gatshëm, vendet më të bukura, fotot më të bukura, restorantet më të rekomanduara. Dhe ka një besim të fortë se bota do ndjek planin e tij. Dhe kur plani nuk shkon sipas itinerarit të paracaktuar, e quan pushime të dështuara. Turisti është ai që humbet gjysmëore në një rrugicë të ngushtë dhe mendon se i ka ikur gjysma e jetës, ndërkohë që e njëjta gjysmëore në punë do i dukej e padurueshme, po të paktën e duron më shumë këtë padurim sepse e ka në kontroll, e ka familjar. Pse ka kaq shumë nevojë për kontroll? Ndoshta sepse kurreshtja e tij dikur është plagosur. Ndoshta sepse është mësuar me një kulturë ku çdo gjë e gatshme, ku të gjitha vendet e bukura janë të listuar në Google Maps. Ku ti nuk ke pse lodhesh të kërkosh asgjë, vetëm të ndjekësh. Në mënyrë të nënshtruar të ndjekësh. Dhe kur kërkimi zhduket edhe guximi për të njohur gjëra që bëhen pjesë e historisë tënde, pa pasur nevojë të jenë në listën e vendeve më të vizituara. Kjo mund të ndodhë sepse kurreshtja i është masakruar që fëmijë kur bën të pyetje të rriturve dhe ata i jepnin përgjigje të gatshme ose acaroheshin ose bezdiseshin. Dhe ndoshta një nga leksionet e hershme në jetë ka qenë të mos pyes, thjesht të ndjek. Dhe siç e thash edhe më herët, kjo është shmangje. Njeriu shmang pasigurinë duke zëvendësuar me itinerare, shmang zhgënjimin duke zëvendësuar me 10 vende që duhen parë. Shmang emocionet duke u fokusuar tek fotografitë, të bëj fotot më të bukura që të duket më bukur. Dhe nuk duhet të jemi pandjeshme ndaj turistëve. Nuk bëhet fjalë për seksi, shpesh është lodhje, është ankth. Është historia e njeriu që nuk beson dot spontanitetit sepse e ka paguar shtrenjtë më herët. Pra turisti është i friksuar edhe pse nuk e pranon. Dhe diçka tjetër, turisti nuk e prek kulturën e një vendi. Nuk e njeh. Ai sheh dhe blen versionin që i është shitur si kulturë. Futet në sheshe të rregulluara, në zona të ringjyrosura, në lokale të kuruara për të huajt. Bën foto duke menduar se po sheh jetën e qytetit, në fakt po sheh jetën që qyteti ka ndërtuar pikërisht për të. Këtë mund ta quajmë autenticitet me maska veneciane, autenticitet i rrem, që ndonjëherë shumë herë më i rrezikshëm se sa vetë mungesa e tij. Autenticitetit flas. Dhe kur realiteti nuk përputhet me pritjen, turisti zhgënjehet, sepse ai do magjin. Do të magjishme, jo të vërtetën. Ndërsa udhëtari është njeriu i kurreshtjes, i thellësisë, i pranimit. Nuk ka nevojë të di gjithçka përpara se të udhtojë. As për qetësinë absolute, nuk ka nevojë as për përsosmëri. Është njeriu që ka bërë paqe me faktin që nuk jeton dot jetën vetëm përmes planeve, por është i gatshëm të ketë dhe surpriza. Ata që udhtojnë nuk shkojnë atje ku shkojnë turmat. Shkon atje ku do të di pse askush nuk shkon. Ka interes për rrugicat e qeta, për kafenet pa rekomandime, për tregjet e zakonshme të qytetit. Nuk kërkon lista apo vlerësime restorantesh. Ulet aty ku e kuriozon kamarieri, mënyra se si është ajo kafene apo i restorant. Pra, i lë hapësirë kurreshtjes në formën e saj më të pastër. Dhe është i gatshëm dhe për të zhgënjur. Po, ata që dinë të udhtojnë nuk kanë frikë nga zhgënjimi. Frika e tyre është mos nuk arrin dot të marrin shijen, aromën e vërtetë atij qyteti. Udhëtari bën pyetje cili është ritmi i këtij qyteti, cilat janë aromat e veçanta të këtij qyteti.
Si varin rrobat në tel njerëzit në këtë qytet? A jam gati ta kuptoj, ta njoh këtë qytet? Ndërsa turisti ka një narrativ tjetër. Do shkojmë në filan restorant se është në qendër. Do shkojmë në filan shesh sepse kishin qenë dy shokët e mi përpara. Pra udhtari e sheh qytetin si një organizëm të gjallë, ndërsa turisti e sheh si sken. Udhtari ka durim për të parë, ndërsa turisti ka nevojë t'i bëjë ca gjëra me listë. Udhtarët dinë të dëgjojnë, ndërsa turisti ka nevojë që t'i tregohet se çfarë duhet të bëjë. Marrëdhënia me kohën është shumë e veçantë sepse udhtari nuk e mat me sa gjëra pash, sa foto bëra, e mat sa gjëra ndjeva, sa gjëra shijova. Dhe një dallim që është, besoj që nuk ka nevojë as për interpretim, është që turisti kërkon të duket i lumtur, ndërsa udhtari insiston, kërkon që t'jeti i pranishëm. Turisti bën foto për t'i treguar botës statusin e pushimeve të tij, ndërsa udhtari nuk para poston, shijon. Kam një pyetje, sa foto ke bërë ti në udhtimin e fundit? Çfarë ndodhi me ato foto? Po kur i sheh tani ato foto, çfarë emocione shpërvon? E ke vënë re që kur njerëzit flasin për pushimet, duket sikur po diskutojnë diçka të thjeshtë, vendin, datën, buxhetin, hotelin, itineraret. Duket si logjistik, por sa po hyn pak më thellë, zbulon për destinacionet që janë një hartë saktë e brendshme e njeriut. Një kombinim dëshirash të pathëna, frikërash të vjetra, nevojash të panjohura, nostalgjish që nuk duam t'i pranojmë, dhe mekanizma mbrojtës që duken kështu si të pafajshëm. Njerëzit zgjedhin vende, por në të vërtetë zgjedhin gjendje. Ka nga ata që thonë dua detin, por duket sikur u rasti që kërkojnë një lloj qetësie që nuk e gjejnë dot në asnjë marrëdhënie. Ka nga ata që preferojnë malet. Po nën këtë kërkesë duket sikur ulëret dëshira për largësi që rutina nuk e lejon dot. Ka njerëz që duan qytetet e mëdha, por në fakt duket sikur kërkojnë zhurmën që të mbuloj mendimet e tyre. Që të gjithë duket sikur po zgjedhin një destinacion, por në fakt po bëjnë një strategji emocionale. Dhe mjafton të dëgjosh dikë duke shpjeguar pse ka zgjedhur një vend të caktuar për pushime për të kuptuar pothuajse shumë për atë njeri. Ndonjëherë me një sinqeritet të vrazhd apo të akullt, mund të thosha që destinacioni është një diagnozë e vogël. Dhe shpesh me saktë se ajo që mund të marrësh në terapi. Shumica e vendimeve që marrin nuk janë aq racionale, kryesisht janë emocionale. Edhe me pushimet nuk ka se si të ndodhë ndryshe, ne mendojmë se zgjedhim racionalisht, por në fakt trupi ka vendosur shumë më herët. Dhe mendja i formon këto justifikime pak më vonë. Për shembull, kur thua kam nevojë për një vend të qetë, brenda teje është kam nevojë të largohem nga gjithçka që më rrit, më shton ankthin apo lodhja është bërë shumë e madhe. Kur thuhet dua të shoh të zbuloj një kulturë të re, mund të jetë një nevojë jote për të parë një version tjetër të vetes që është më i durueshëm. Ose kur dëgjojmë që kam nevojë të shoh diçka ndryshe, mund të fshihet dëshira që ke për të mos penduar për problemet që ke. Pushimet nuk janë një zgjedhje aq estetike, janë zgjedhje që përpiqen të rregullojnë lodhjen nga vetja, që jo rrallëherë e transferojmë tek jeta e lodhshme. Vendet që shmangim, se kemi vende që i shmangin, janë më të sinqerta se ato ku shkojmë. Shmangja është një hartë e heshtur, tregon më shumë se sa dëshirat. Ka njerëz që nuk shkojnë dot në vende shumë të qeta, sepse qetësia i vë përballë vetes dhe vetja bëhet e padurueshme. Ka njerëz që nuk shkojnë dot në vende të zhurmshme, sepse zhurma i çorienton, humbasin kontrollin.
Ka njerëz që nuk shkojnë dot në vende ku nuk e njohin gjuhën, sepse frika për të humbur është më e madhe. Ka të tjerë që nuk duan vende shumë të njohura sepse ka nevojë të dihen të parë, ose ku duan vende me shumë njerëz sepse duan të ndihen të padukshëm. Pra, siç e sheh, nuk është gjithmonë çështje shije. Është marrëdhënie me veten. Edhe se si udhtojmë në çift, zbulojmë disa të vërteta që fshihen me vite. Mjafton të planifikosh një udhëtim me partnerin për të parë gjithë hartën emocionale të marrëdhënies që ke. Njëri ka nevojë për strukturë, tjetri për spontanitet. Njëri do të shohë sa më shumë gjëra, ndërsa tjetri do të pushojë pak më gjatë. Njëri prej tyre kërkon siguri, ndërsa tjetri ritëm. Njëri ndikohet nga çmimi, ndërsa tjetri nga dëshira. Nuk janë kapriço, janë histori personale. Siç Irvinia Lomb thot, në pushime njerëzit nuk dalin nga vetja, dalin vetëm nga shtëpia. Sepse nëse partneri yt është mësuar të heshtë në marrëdhënie, në pushime bëhet edhe më i heshtur. Nëse partneri yt është mësuar të udhëheq gjithmonë, në pushime e rrit ritmin e komandës. Nëse partneri yt nuk i thotë të vërtetat, pushimet janë momenti ideal që ato të shpërthejnë në formën më të keqe, irritim, lodhje, shgënjim. Në fakt, pushimet janë prova më e thjeshtë që i jepet një çifti, një hapësirë pa shpërqendrime, ku çdo tension i vogël amplifikohet. Ritmet e ndryshme psikologjike janë shpesh burim konflikti. Sepse udhëtimi është ritëm, jo thjesht një vend. Ka njerëz që ecin shpejt, që nuk durojnë dot të rrinë, që duan të shohin gjithçka sepse ndihen sikur koha po u ikën nga duart. Ka të tjerë që ecin ngadalë, që shijojnë, që nuk duan të nxitojnë sepse koha për ta nuk është një si matse, është përjetim. Kur këto dy ritme bashkohen, konflikti është i pashmangshëm. Dhe nuk është fare i destinacionit, as i pushimeve, por i dy filozofive të ndryshme. Disa njerëz kanë një ritëm që ju buron nga ankthi, disa të tjerë që ju buron nga lodhja, disa të tjerë nga nostalgjia. Ka dhe nga ata që vazhdojnë kërkojnë veten ideale, vendin ideal, sepse mendojnë që veten ideale zbulon një vend ideal. Udhëtimi nuk i krijon këto ritme, thjesht heq çdo gjë që njeriu mban të fshehur. Gjithashtu, udhëtimet lidhen edhe me statusin social, sepse dhe udhëtimet janë kthyer në një kapital kulturor dhe social. Ka vende me klasë, të cilat zgjidhen për atë që përfaqësojnë, ka vende familjare që zgjidhen sepse janë të sigurta për reputacionin, ka vende të zakonshme që shmangen sepse nuk ndikojnë hiç në asnjë imazh, pse mos për fotot në Instagram. Ka vende egzotike që disa shkojnë për të ndjerë pak më ndryshe. Njerëzit nuk e pranojnë këtë pikpamje për udhëtimet. Por mjafton të shohësh mënyrën se si flasin për vendet kur shkojnë, për të kuptuar që pushimet nuk janë thjesht përjetim. Është një lloj kartë vizite sociale gjithashtu. Nuk ka të bëjë aq me dëshirat, sesa ka të bëjë me nevojën për t'u parë prej të tjerëve në forma të caktuara. Në fundit destinacioni është vetëm sipërfaqe. Nën të ka arsye të tjera psikologjike. Çfarë të mungon, çfarë kërkon, çfarë të shqetëson, çfarë nuk duron, nga çfarë po ikën. Pse nuk pranon dot veten tënde? Çfarë ke frikë të humbasësh? Asnjë destinacion nuk është rastësi. Edhe nëse në një vend të qetëson, nuk është vendi, por janë ndjesitë e tua, janë kujtimet e tua në atë vend.
Pra kur zgjedh një vend për pushime, po zgjedh vendin apo po zgjedh versionin tënd që nuk të jep aq shumë ankth këtë vit. Ka diçka që ndodh në pothuaj çdo aeroport të botës. Jam e bindur që e ke vënë re, apo zbret, pavarësisht kulturës, gjuhës apo kontinentit, turmat lëvizin në të njëjtin ritëm, me të njëjtat hap, me të njëjtin shpejtësi, në të njëjtin drejtim, me të njëjtat ngutje. Shikon 10 njerëz me të njëjtin qëllim, me të njëjtin itinerar, me të njëjtin ritual. Duket sikur turizmi sotëm është një procesion modern, ku njerëzit nuk shkojnë në pelegrinazh, por në Instagram. Dhe nuk është shumë e vështirë të kuptosh pse. Njeriu ka të vështirë të pranojë se është në rregull edhe nëse nuk po bën atë që të tjerët po bëjnë. Në psikologji kjo njihet kështu si provë sociale, është që ka mekanizmat më të fortë të sjelljes njerëzore. Njeriu nuk i beson aq shumë mendjes së vet sa i beson veprimit të turmës. Nëse të gjithë shkojnë në një vend, truri e lexon këtë si vendi i sigurt, i vlefshëm, i domosdoshëm, jo se është i bukur as se është interesant, por sepse është miratuar nga të tjerët. Turma është garancia më primitive që kemi, ndaj e ndjekim për siguri, për të shmangur dhe përgjegjësitë e zgjedhjes. Kështu thoni me humor është nëse të gjithë hidhen nga shkëmbi, njeriu modern së paku do kërkoj shkëmbin që të duket bukur në foto. Sot presioni i turmës nuk është më fizik, është teknologjik, është i padukshëm, është algoritmik. Është mënyra se si shikojmë diçka që nuk është më jona, janë pamjet që kanë krijuar platformat, është syri kolektiv që na tregon se çfarë duhet të shohim, çfarë duhet të duam, çfarë duhet të vizitojmë. Dhe çuditërisht ne mendojmë se po zgjedhim vetë, kur në fakt jemi duke ndjekur një listë të gatshme të kuruar nga mekanizma që i njohin dëshirat tona më mirë se sa ne. Shkon në një vend, në një video 15 sekonda dhe duket sikur gjithë bota po thotë shko atje dhe ti shkon, sepse mendja moderne ka mësuar një gjë të re. Të ngatroj atë që është virale në rrjet me vlerat e vërteta. Pastaj ndodh një fenomen që është pak dhe më i hidhur. Sa më shumë njerëz shkojnë në një destinacion, aq më shumë të tjerët ndihen kështu si gati të detyruar të shkojnë, jo për të njohur kulturën, por që të mos mbeten pas bisedës kolektive. Ky është ankthi i turistit modern. Shkojnë kudo, por nuk qëndrojnë askund. Shikojnë shumë, por në thelb asgjë. Ndjekin turmat kur janë aq të vetmuar. Shkojnë në vende të bukura, por ndihen aq të zbrazët nga brenda. Pushimet bëhen një marshim i pafundëm drejt ndjesisë së përkohshme të përkatësisë. Ekziston dhe FOMO, fear of missing out, frika për të humbur atë që të gjithë po e përjetojnë. Frika për të mos qenë pjesë e asaj kohe kolektive që bota po kalon. Frika për të mos qenë i përditësuar, frika për të mos të dukur në një ritëm me të tjerët. Turisti modern nuk kërkon autenticitetin. Shkon pikërisht tek vendet ku autenticiteti ka vdekur i pari. Sepse vendet që bëhen virale janë të parat që humbasin realitetin, transformohen në skenografi. Njerëzit shkojnë për të gënjur veten, për të parë veten në versione të sterilizuara të asaj që do donin të ishin. Shumë njerëz shkojnë vetëm në vendet që janë të sigurta emocionalisht. Ndoshta jo të gjithë kanë frikë nga rreziku fizik, por nga një rrezik tjetër, i të qenit të vërtet. Në çdo qytet ka rrugë të zakonshme, ka lagje të varfra, ka tregje të lodhura. Ky është realiteti i atij qyteti, po këto sigurisht që nuk futen as pak në itinerar sepse nuk kanë vlerë. Sepse të vërtetat nuk kanë vlerë. Kjo lloj performance kolektive janë prezantime, nuk janë përjetime, sepse përdoren udhëtimet jo për të jetuar, po për të treguar se po jeton. Dhe gjithçka duhet të duket mirë. Natyrisht në fotografi.
pushimet moderne janë dokumentar që nuk i sheh askush, madje as ata që i bëjnë vetë. Por bashkë me mënyrën se si na ndikojnë të zgjedhim se ku do i bëjmë pushimet, ne harrojmë që humbasim një gjë që kemi shumë të rëndësishme, lirinë. Dhe këtu rikonfirmojmë tezën që askush nuk është i lirë, pavarësisht iluzionit. Sepse liria nuk është të shkosh në 10 vendet më të para nga dynjaja. Liria është të shkosh aty ku do ti, edhe nëse askush nuk ka dëgjuar ndonjëherë për të. Liria është të ecësh në rrugë të qeta pa nevojën për ta postuar. Gjithandej. Liria është të humbasësh në qytete pa hashtag. Liria është të ulesh në një kafene që ti nuk e di se sa hyje ka. Liria është të mos ndjekësh skenarin e turmës. Sigurisht që liria ka një çmim, nuk ka garanci që do të pëlqejë, nuk ka garanci që mund të jetë bukur, nuk ka garanci që mund të ketë sens, por është përvoja jote. Ti e zgjedh vetë vendin ku shkon apo janë ata të tjerët që e zgjedhin për ty? Ti di të udhëtosh apo imiton? Kur udhëton kërkon realitete të reja apo skena rrjetesh sociale? Sa prej asaj që ti bën një udhëtim është e jotja? Dhe sa je i ndikuar nga turma? Herën tjetër që do bësh një udhëtim, do zgjedhësh një destinacion për ta njohur apo versionin që ti do të postosh në Instagram? Në fund të çdo udhëtimi, ka një moment që askush nuk e bën foto. Është ai momenti kur mbyll valixhen, ndoshta kur kthehemi e mbyllim me forcë se ç'duhet sepse edhe kemi bler në një pazar. Është ai momenti kur heq kartën e dhomës së hotelit dhe e lën mbi tavolinë ose e çon në recepcion. Është ai momenti kur del nga dhoma dhe ti e di që ajo ndjesia e çlirimit nuk është çlirim. Ishte thjesht një pushim i përkohshëm nga vetja. Aty, në këtë moment pra, ku askush nuk bën foto, trupi i di të vërtetat, përpara se sa mendja ti kuptoj ato. Nuk je bërë tjetër njeri, nuk je bërë më i fort as më i qetë. Ke parë pak më qartë atë që ishte aty edhe para se të niseshe. Udhëtimet nuk janë shpëtime, janë pasqyra. Tregon për atë që ti ke nevojë dhe për atë që ti shmang. Tregon si lodhesh, pse lodhesh, si humbet, si kthehesh. Shpesh ikim, por nuk ndryshojmë asgjë. Ikim, por marrim me vete të njëjtat frikra. Ikim, por kthehemi me të njëjtat zakone. Ikim, por nuk bëjmë pyetjen, pse po iki? Ndonjëherë përgjigjja është më e thjeshtë se sa ajo që unë kërkoj. Ndoshta ikim sepse nuk dim tjetër mënyrë për të mbajtur veten gjallë. Natyrisht nuk ka asgjë të gabuar këtu. Të gjithë bëjmë atë që mundemi. Disa kërkojnë ritme të reja, disa të tjerë qetësi, disa të përhumben. Disa kërkojnë të zbulojnë versione më të buta, më të pranuara, më të mira të vetes. Dhe të gjitha janë format të ndershme tonat që duan të mbijetojnë. Kur kthehesh në të njëjtat rrugë me të njëjtat njerëz në të njëjtën shtëpi, ndoshta mund të kemi një shans të vogël që të mos harrojmë atë që kuptuam kur ishim larg. Sepse udhëtimi nuk ka qenë për vendin. Ka qenë për ty. Nuk ka udhëtim më të vështirë se ai që bëjmë drejt vetes. Bashkë do të dëgjojmë të hënën që vjen me rubrikën në dhomën tjetër. Nuk do e them cili është i ftuari, sepse do doja të ishte surprizë.
Deri atëherë uroj të bëni udhëtime të bukura.